Na tregoj më shumë për ofertën e fakultetit të inxhinierisë së ndërtimit për të rinjët, për ata që po e përfundojnë shkollën e mesme. Enver, përshëndetje për juve dhe për mysafirin që i ki pranë. Faleminderit Tedi, përshëndetje ty dhe gjithë teleshikuesve të Radio Televizionit të Kosovës. E përmendet një fakultet vërtet shumë i rëndësishëm veçantë sepse Kosova po njihet posaçërisht pas luftës një oazë ndërtimi, edhe natyrisht ky fakultet e ka një barë të quaj ashtu vërtet madhe sepse ndërton inxhinierë që pikërisht e mbikëqyren, bashkëpunojnë, punojnë me gjithë këto kompanitë ndryshme të ndërtimit, por sa është vërtet atraktive si studiohet, cilat janë kushte, apo i ndihmon gjithë këtë ndërtim, këtë universitet dhe pse një i ri duhet vit të studioj këto, kam nderin profesorin Florin Krajqevci që ta kam në intervistë. Ne u kënaqëm të bisedu profesor kështu paraprakisht prapa kamerës edhe po pëlqen çka po ndodh këto, por ti shkojmë avash avash. Fillimisht mirë se erdhë emisioni pas ditës. Faleminderit, mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën edhe është kënaqësi për neve si institucion që të ju referohemi RTK-s edhe dalim edhe me përshkrimin e punës tonë dhe veprave tona se çfarë bëjmë. E përmenda që vërtet pas luftës Kosova boli një bum të ndërtimeve dhe shpesh kemi pas shumë kritika të ndërtimeve të cilët i kemi vlerësuar si jo cilësore, mandej viteve të fundit kanë filluar vërtet përveç cilësisë të jenë edhe të bukura në aspektin të arkitekturës, po jemi ngut pak me atë që i kemi bo vlerësimet gabushme, apo ka qenë kritik me vend që kemi pas dyshime ose kemi dyshime tek ndërtimet tona? Gjithmonë kritikat mund të konsiderohen si diçka që hapin debate për diskutime. Absolutisht nuk guxoj me thonë që një kritik është e gabuar. Ne kritika gjithmonë në aspektin tonë shohim si diçka e mundur, oportune për me përmirësu veten edhe me shku më tutje. Në këtë drejtim ne e shohim me një sy komplet tjetër industrinë e ndërtimit në vendin tonë. Pra, ajo i referohet dekadave të ndryshme, fatkeqësisht mund të thonë edhe të zhvillimeve politike në vendin tonë, duke pas parasysh që fakulteti jonë është themeluar që në vitin 1961 dhe prej asaj kohe deri më sot kemi shumë sisteme që kanë ndryshuar, kemi shumë rregulla dhe standarde që kanë ndryshuar, që kanë shkuar në kuptimin e mirë të fjalës në perfeksionim, dhe sot jemi në një gjendje që flasim një gjuhë të nivelit më të avancuar për sa i përket kodeve, standardeve, ligjeve dhe mënyrës së projektimit dhe ndërtimit të objekteve. Gjithmonë nuk kalon përshtypje ata të cilët studiojnë muzikën, gjithmonë kur ta dëgjojnë muzikë si tingëllon, si e shohin një melodi muzikore. Mandej edhe arkitektet kur shohin ndërtesa, shohin me një sy komplet tjetër. Po ju ndërtues, jo inxhinier të ndërtimit, si e shihni një strukturë kështu ndërtimore? Ne gjykimin për strukturë e shohim si një shërbyese më të mirën për objektin. Po ne studentët tonë i porosisim që strukturat tona në objektet tona të plotësojnë kriteret më elementare që kërkohen për to, që të jenë stabile, të jenë të jetë qëndrueshme, të kenë një qëndrueshmëri sa më gjatë të mundur dhe të kenë stabilitet për veten, e thash stabilitet dhe qëndrueshmëri në kuptimin e kohës. Gjatë gjithë kohës do të sigurojnë funksionalitet të papenguar, pra mos të kenë deformime, mos të kenë thyrje, dhe në këto 3 kërkesa që i delegojmë të studentët tonë, të brezët e ardhshme të vendit tonë, insistojmë që të jemi këmbëngulës. Prandaj, ne e shohim një strukturë se sa e plotëson më së miri punën e një objekti. Pra, sa e jep mundësi një objekti me shku në lartësi, sa jep mundësi një objekti me ushtri në gjërësi, ndërsa sa jep mundësi me qenë një funksioni drejt, për shembull, një urë me funksionu drejt, një tunel me funksionu drejt dhe një pengesë për nevojat e njerëzimit të funksionon qysh është më së miri. Gjithmonë, para se folëm për fakultetin, gjithmonë ka interesuar kjo çështje se ka një farë konflikti të heshtur ndërmjet juve si inxhinierë të ndërtimit me arkitektët, sepse arkitektët shpesh dinë bojnë asaj arkitekture shumë madhore, shumë glamuroze, të bukura për sy, por funksionaliteti shpesh vjen në pikpyetje edhe të
ndërtimit asaj strukturës, çfarë do qoftë, por edhe të prakticitetit. Ekziston një lloj konflikti i heshtur ndërmjet këto dy profesioneve apo jeni në pajtueshmëri? Nëse i themi konflikt, është konflikt në kuptimin e përballjes shkencë dhe arkitekturë, po jo konflikte të natyrave tjera. Ne jemi në shërbim të një projekti të arkitekturës, pra ne jemi mikshë të thoni, arkitektura dhe struktura është mikshë të thoni, dhe jemi profesionet pandame. Ne ju themi edhe studentëve në arkitekturë që një arkitekt i cili nuk ka cilësi të mira e pengon një strukturë ose dhe anasjeltas. Ne themi një strukturist që nuk është i mirë përgatitur e pengon një projekt atraktiv arkitektonik. Prandaj jemi profesione shumë të lidhura me njëri me tjetrin. Dhe kjo si rrjedhoi nënkupton që punën që e bëjmë në momente të caktuara kemi edhe përplasje dhe si më tonë shkëmbim të ideve dhe koncepteve për një zgjidhje sa më racionale ose sa më drejt që ajo të jetë funksionale, të jetë qëndrueshme edhe stabile. Mirë, kthehemi pak te fakulteti. Kam zhvillu të tilla intervista edhe me fakultetin filozofik, në departamentin e sociologjisë, me të juridikut dhe paremisht pjesa më e madhe e nxënësve që dëshirojnë të studiojnë këto dy fusha mund të jenë të shkencave sociale, juridike, gjimnaze të ndryshme. Por meqense se fakulteti ju është më specifik, është më teknik, kush duhet ose cilat janë ato cilësimet e një triut që duhet vijë tek ju? Të ne duhet vinë maturantët që kanë kompetenca të mira në fushat e shkencave eksakte, pra veçanërisht në fushat e shkencave të matematikës. Pra ai nxënës që ka njëri të mira dhe bazë të mirë nga matematika është shumë i rekomanduar të vijë tek ne, sepse shkencat tona bazohen në shkencat e fizikës, në shkencat e natyrës. Dhe shkencat e fizikës mund përvetësohen gjatë studimeve nëse një nxënës ka një aparat të mirë matematikor. Në ditët e sotshme nuk është se nevojitet një aparat matematikor ose një kapacitet matematikor i niveleve shumë të larta, duke pas parasysh që sot kemi mundësinë e inteligjencës artificiale dhe softverëve profesional që më mirë të kryejnë punën e tyre, ndërsa shkenca jonë eksakte është fizika. Prandaj fushat e matematikës, pra fushat e gjimnazeve, po edhe shkolla teknike janë shumë të rekomandueshme që të aplikojnë tek fakultetet dhe programet tona studimit. Ne kemi edhe vis major raste që janë shumë interesante, fjala bjen kemi edhe një nxënës ose shumë nxënës që kanë kryer shkollën e mesme të mjekësisë, shkojnë në inxhinieri të ambientit dhe janë goxha të suksesshëm. Edhe kjo gjë është shumë gjë normale, pra edhe ata që i kanë shkenca sociale në raste të veçanta mundin me pas suksese. Shumë thënë ata outliers, ashtu ta quajmë. Mirë, si studiohet këto? Çfarë studiohet? Cilat janë ato lanë bazike? Gjithmonë është konsideruar inxhinieria ndërtimore si një fakultet i Iran. Por është vërtet Iran apo vetëm ashtu ta quajmë një legjendë urbane sa i përket këtij koncepti? Nuk kisha pas dëshirë me i thonë legjendë urbane, edhe pse nuk është legjendë urbane, po është në fakt se studimet tona kanë qenë me peshë dhe me punë shumë të madhe, me përkushtim shumë të madh. Mirë po, sot fal stafit të ri akademik që kemi në fakultet, të cilën e kemi trashëguar prej të parëve tonë, që kemi pas profesor që kemi shumë respekt për ta. I kemi thjeshtuar gjërat në variantin më të mirë të mundshëm që mos ju bëjmë zi dhe tërë gjeneratave të reja që vinë për studiu tek ne. Janë gjëra, janë programe studimit, janë kurrikula të cilat fillojnë nga më e thjeshta deri te më e përbëra. Dhe secila lëndë me syllabuse të tyre, me përmbajtjet e tyre, është e projektuar në variantin që studenti të marrë studimet në kohë rekord. Ne vlerësojmë vazhdueshëm studentët gjatë semestrit. Vlerësimi i vazhdueshëm na ka ndihmuar shumë dhe ndihmon shumë studentëve që në mënyrë kontinuale të vazhdueshme të i kryejnë obligimet kashi fakultetit dhe kashi lëndëve tyne, duke i marrë ne cilësitë e tyne, të arriturat e tyne dhe peshën e tyne në rezultatet të nxënjes. Për një lëndë,
për një semestër, për një program studimi. Dhe në këtë mënyrë janë gjëra të projektuara dhe janë gjëra të thjeshtuara. Prandaj themi që për të studiuar tek ne është interesimi nga dita e parë, janë studime të rregullta, nuk mund të studiohet me korrespondencë dhe janë studime që mund të arrihen pa asnjë fije problemi me një përkushtim rreth atyre që kërkohet nga mësimdhënësit dhe stafi akademik. Është atraktive të studiohet tek ju mi tregu disa fotografi me studentë me ekipe në punë terrenit dhe natyrisht gjithmonë i kam dashur dhe i du kur studimet nuk janë vetëm teorike, por janë në praktike, posaçërisht kur praktika është në një realitet, një ambient real. Dhe tek ne realiteti në fushën e juaj është në baza ditore, sepse anë kënd ndërtohet gjithçka, kështu që është atraktive? Unë menoj që në jetën e përditshme është një atraksion për njeri kur provon me ndihmu një njeriu tjetër. Në situatat e krizave dhe problemeve të mëdha, sikur janë fenomenet natyrore, tërmeteve, vërshimet e probleme tjera që mund të shfaqen në jetën e përditshme, janë studentët tonë që mund të ju ndihmojnë njerëzve. Duke pas këtë atraktivitet, ne shpeshherë krahasojmë profesionin një kirurgu, një doktori, me profesionin një inxhinieri të ndërtimit. Derisa doktori ka përgjegjësi direkte dhe morale për pacientin, ne kemi përgjegjësi direkte për shumë qytetarë që jetojnë në ato ambiente, ose për shumë të mira materiale që sistemohen në ato ambiente. Prandaj këtu niset etika e profesionit tonë. Dhe nga kjo etikë e profesionit tonë ne insistojmë që studentët tonë para së gjithash të kenë kodin e sjelljes edhe mirësjelljes. Prandaj duke pas këtë të sjelljes e të mirësjelljes, ne kemi një komunitet të inxhinierëve të cilët nuk menojnë njëri kundër tjetrit, po provojnë të ndihmojnë njëri tjetrit, ndërsa në anën tjetër provojnë gjithmonë qytetarëve të dalin në shërbim. Dhe kjo menoj që profesionin tonë e bën për një komponent atraktive, ndërsa gjatë studimeve ne provojmë që studentët ju japim mbështetje, të i inkurajojmë, të i motivojmë për punë që ka me qenë jo vetëm studimi, po edhe kompetenca tjera, duke përfshirë edhe aktivitete sociale, që thjesht me rrit dashurinë për profesionin që e kanë. Dhe në këtë drejtim mund të themi që qëndrojmë goxha mirë. Më intereson në përmendet një karakteristikë që një inxhinier i ndërtimit është në terren, është mbikëqyr urat, mbikëqyr ndërtime të shumta. Është i profilizuar kur bëhet ky profilizim të inxhinierëve apo me diplomë del si një inxhinier i përgjithshëm? Ne kemi 4 programe të studimit që i zhvillojmë fakultetin tonë. Programi studimit janë programi ndërtimit, ose ndryshe ne e quajmë programi konstruktiv, që ka kryesisht bëj me strukturat dhe objektet në përgjithësi. Pastaj kemi programi studimit në hidroteknik, që merret me çështjet e ujit. Kemi programi studimit në inxhinieri të ambientit dhe në gjeodezi. Këto janë programe studimit të nivelit bachelor. Në mënyrë paralele, këto programe studimit zhvillohen edhe në nivelit master, ndërsa në nivelin master e kemi edhe një program studimi që zhvillojmë në gjuhën angleze 100%, dhe është menaxhimi i integruar i resurseve ujore, që është program i cili mahet me partneritet me Universitetin e Kölnit në Gjermani, dhe kemi studentë edhe të jashtëm, kemi studentë edhe prej Afrikës, edhe prej Hondurasit, edhe si vjet do të bëjmë lajmërimin që pranojmë 4 studentë ndërkombëtar, po edhe të rajonit, që është një komponent që mburemi me atë program studimit, po ky është i nivelit master. Është vlerë shtuar kjo për universitetin? Konsideroj që po. Mirë, natyrisht për zgjedhjen e një profesioni, natyrisht çështja secilit të ri që i intereson është tregu. Dhe paraprakisht ne diskutuam që secili që del me diplomë nga ky fakultet, tregun e ka të siguruar ashtu. Është kaq e lehtë, kaq kërkues ky profesion? Të flasim sinqerisht me numra, domethënë në ato statistika që i kemi, tregojnë që në
të dy programet, në të dy nivellet e programeve studimit që ne i prodhojmë studentët, pra edhe në nivellet bachelor, po edhe në master, për gjitha këto programe që ju përmenda, flasim për një punësim jashtëzakonisht të qëndrueshëm në vendin tonë. Pra, nga statistikat që ne i kemi, themi që pothuajse 100% stafi jonë është i punësuar, pra studentët tonë janë të punësuar në tregun e punës. Dhe nuk kemi në shënim që mund kemi studentë të papunësuar në tregun e punës. Dhe kjo na bën që të mburremi, kjo na bën që me tregun e punës të ofrohemi sa më shumë, që me ta organizojmë edhe takimet rregullta, ne kemi edhe trupën këshillëdhënëse në fakultet që është e përbërë prej institucioneve të vendit, prej kompanive që janë prestigjioze, që kanë renome, po edhe kompanive tjera që janë shërbyse në vendin tonë, që me pasi çfarë nevoja ato kanë për këto kuadro, që ne të i tjetërsojmë programet e studimit si mas kërkesave tyne dhe provojmë të ofrohemi sa më shumë të tregut punës dhe kërkesave tyne. Dhe kjo na ka ndihmuar kogja shumë. Në këtë drejtim jena kogja pozitiv. Besoj që ka fundi i qershorit do bëhet edhe hapja zyrtare për studentë të rinj. Një i ri që po na shikon, çfarë do të përgatitet për provimin pranues? Ka një përgatitje, ka një test, si shkon një gjithë kjo procedurë që ta di që sot të fillot përgatitet? Pra, si mas kalendarit të shpallur prej Ministrisë së Arsimit, është data e caktuar për provimin e maturës. Mas saj, konkursi për studentë të ri, Universiteti i Prishtinës veç e ka shpall, veç është publik. Nga data 26 e muajit qershor e tutje deri me 6 korrik do të bëhet pranimi i dokumenteve. Ne për këtë periudhë planifikojmë si menaxhment të bëjmë një orar të një testi, të një provimi ose të një trajnimi për këta fëmijë që janë të interesuar me orën e programeve tona studimit. Dhe ai trajnim do të organizohet natyrisht fal nga profesorët tonë të matematikës që do t'i përgatisin këtë kuadër për provimin e pranimit tek ne. Sipas konkursit, provimi i pranues klasifikohet në 3 kategori: suksesi nga matura, suksesi i shkollës së mesme dhe suksesi i provimit pranues. Nga këto 3 shkallë të vlerësimit merret vlera e tyre që është një përqindje 30-40% dhe shpallen rezultatet. Ne rezultatet i shpallim në kohë reale, mos më thonë mbrana ditës. Domthonë e marrim provimin në mëngjes, pasdërike rezultatet i bëjmë publike në web faqe. Nëse kishim dashur të bëj pak të rit kurreshtar, është që ky departament, ky fakultet para pak javësh ose muajsh, ta quaj ashtu, ka fituar një çmim vërtet prestigjioz me një strukturë ndërtimore i cili ka mbjetuar, ta quaj ashtu, ka një tërmeti të fuqishëm, natyrisht simulim, por na tregoni pak, e di që keni qenë tek në emision, e keni shpjeguar mirë, por si një lloj rikujtimi ose t'i bëm kurreshtar edhe këta të rit. Po, faleminderit shumë. Ne e kishim një ftesë prej Universitetit Teknik të Stambollit për të marrë pjesë në një garë studentore, duke përgatitur një model për pjesë reale, sikur këtu është, dhe ky model ka 22 etazhe. Do t'i nënshtrohej 3 skenarëve të goditjes së tërmetit dhe ne organizojmë grupin punues të studentëve prej 6 vetave dhe ato punojnë rreth 1 muaj, 30 ditë të plot me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Shkuam në Stamboll dhe në Stamboll fituam 2 shpërblime, si shpërblimin e performancës më të mirën dhe si shpërblimin e një sjellje të modelit të jashtëzakonshëm. Dhe ky model në fakt asnjë dëmtim nuk e përjetoi gjatë këtyre 3 goditjeve. Kjo na shërben që t'ju referojmë edhe studentëve që vinë në fakultetin tonë, që ne do të bëjmë edhe modelime të strukturave në kohë reale që t'jenë të përgatitur me idenë e koncepteve se si formohet një strukturë, si lidhet një strukturë, si duhet përforcohet një strukturë, që t'i ballafaqoj edhe tërmeteve, edhe goditjeve eventuale që mund t'jenë
vërshimet që mund të jenë orteqet e borëve, eventualisht të borës, eventualisht edhe në fatkeqësi tjetër natyrore. Po të ne mbizotnon seizmika në fakt që është potencialisht hazard i madh. Është. Profesor, faleminderit shumë për këtë intervistë. Urojmë që sa më shumë të jeni të lidhura me kompanitë tona ndërtimore, sepse kur po dëgjoj këto fjalë të mira, na jep edhe neve si shoqëri, na jep një fal sigurie, sepse kemi nevojë për siguri dhe për ndërtime vërtet cilësore. Faleminderit shumë. Ne do të vazhdojmë edhe me Kledjen, një studente juaj, edhe të na tregon mbi asaj se çka si i përzihet. Faleminderit shumë profesor. Kledja